Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte la ilaha illallah, edhe e lonte ballin e vet I cili I vlonte nga temperatura e lartë, thoshte inna lil mauti la sakarat, vdekja I ka dhimbjet edhe I ka mundimet e sikletet e veta. Pastaj Aisha radhiyallahu anha në vazhdim e përmend këtu thotë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vdekur në dhomë temen prehen tem me çdo dhimbje, edhe mo asnjë vdekje tjetër nuk u bën përshtypje kur e kom pasë çfarë dhimbje edhe çfarë vdekje ka përjetuar dashuri I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo nga se pejgamberi alaihi salatu wasalam thot të dërguarit e Allahut I përjetojnë dhimbjet e vdekjes 2 herë. Sa I përjeton njeriu normal, I dërguari I Allahut I përjeton 2 herë. Jo pse Allahu nuk e don këtë njeri, ose jo pse Allahu don me ja sjell në përfundim të ranë, mirë po për me I tregu njerëzve se çka përjetojnë të dërguarit e Allahut dhe të dashurit e Allahut në momentin e vdekjes, dhe për ata pejgamberi alaihi salatu wasalam thot li mithli hadha fa'iddu, atëherë bëhuni gati për çdo dhimbje dhe çdo siklete që I gjan besimtarin në momentin e vdekjes. Gjatë këtyre ditëve sa dilte në namaz, nuk I kursente nga këshillat sahabët, u jepte këshilla. Edhe normal që ishin këshillat e fundit, edhe pse sahabët në një farë mënyrë e kuptuan që këto janë këshilla lamtumirëse të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa I dërguari dinte sigurt se kjo është smundje e vdekjes. Nga kjo smundje mos ka mos gjuhë, sepse I kuptuan shenjat që ja dërgoi Allahu më herët. Edhe tash këshillat prej një mësuesi, prej një edukatori I cili me durët e veta I brumosi këta njerëz, I edukoi në mënyrën më të mirë, edhe po don me I lënë çush është më së miri, normal që këshillat e fundit janë më të mirat, edhe janë ojka e këshillave. Edhe gjatë këtyre ditëve pejgamberi alayhi salatu wasallam I thoshte sahabëve as-salatu as-sala, namazin, kujdesuni për namazin. Domthon ai me vështirësi e bënte namazin e vet, ndërsa kënej thoshte sahabëve namazin, keni kujdes me namazin, edhe ata që ja u kalon Allahu në përkujdesje qoftë familjet, qoftë edhe robët ose sklavrit që I kishin. Edhe mos e shëndroni varrin tem në xhami. Mon këtu smundje, edhe në këtu dhimbje pejgamberit alayhi salatu wasalam, po I bin nërmend këto fjalë për shokët e tij, pastaj në mesin e këshillave po I thot mos mi harroni ansart. Kujdesuni për ansart, sepse ata e ndihmuan në mënyrën më të mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur I rëndohet smundja edhe më shumë, ju thot mos vdesni vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Pastaj jemi në ditën e enjce 4 ditë pa dhënë shpirt pejgamberi alayhi salatu wasalam. Njerëzit I rrinin afër, dikush mrena shtëpisë, dikush jashtë,